Partia Demokratike deklaroi se presidenti i Republikës Bayram Begaj duhet të respektojë kushtetutën e të mos dekretojë datën e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi theksoi se vendimi i shkarkimit të Erion Veliajt nga posti i kryetarit të bashkisë është pezulluar në momentin që Veliaj është drejtuar gjykatës kushtetuese, ndaj nuk mund të zhvillohen zgjedhje në kryeqytetin e Shqipërisë. Dhe në mënyrë automatike, thot kushtetuta, vendimi i shkarkimit pezullohet. Dhe presidenti i Republikës, që është autoriteti për të shpallur zgjedhjet, do duhet verifikojë të gjithë procedurën përpara se të konstatojë ekzistencën e vakancës dhe dekretimin e zgjedhjeve. Pra në përputhje me kushtetutën, presidenti nuk mund të dekretojë datë zgjedhjes. Por pavarësisht argumentave ligjor, Bardhi ka shpjeguar se nuk ka asnjë pritshmëri nga kryetari i shtetit Bayram Begaj. Nëse më pyet se çfarë do bëj jo presidenti, por Bayram Bega i ulur në karrigen e institucionit të presidentit të Republikës, unë besoj që do të bëj atë që do të urdhroj Edi Rama. Ka treguar në të shkuarën e tij që nuk pyet as për kushtetut dhe as për ligj. Por kjo do të ishte një nga ato shkeljet e rënda në ushtrim të detyrës që sjell përgjegjësi për presidentin e Republikës, sepse është e zeza mbi të bardhë në kushtetut që në momentin që ankohet në gjykatë kushtetuese, ndryshe pastaj humbet efektivitetin e drejta për t'u ankuar në gjykatën kushtetuese. Sipas Bardhit, në këtë moment gjykata kushtetuese mund të marrë një rol aktiv e të sqarojë se vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Erion Veliajt është pezulluar.